Të gjithë janë të pajtimit se diçka mungon, po pastaj janë të mos pajtimit çka është ajo që mungon. Të gjithë mendojnë se duhet një zgjidhje për problemet e shumta të njerëzimit, por janë të mos pajtimit cila është kjo zgjidhje dhe ku gjendet kjo zgjidhje. Tu se Zoti i Madhnuar si krijues është kujdes për njerëzimin dhe mënyra e kujdesit ka qenë përmes shpalljes. Dhe dim se bota pas pejgamberit asam çfarë kohë ka marrë. Gjithë studiuesit e lavdrojnë atë periudhë, madje edhe është e njohur që në kategorizimin e figurave të suksesshme, Muhamedi po është i pari. Shohim perëndim për shembull njerëz që kanë provuar gjitha shijet e këtij materializmi, në kuptim të famës, kuptim të epshit, kuptim të ndoshta ushqimeve, daljeve, kështu me radhë. Dhe sheh se domthon ai në fund bëhet musliman. Edhe musliman bëhet jo për ta provuar si eksperiment, po si zgjidhje e problemeve që janë shku duke u shtuar sa ka qenë në sofrat e këtij materializmit të egër të vrasht. Prandaj ai vetë e dëshmon. Jam bo musliman për bë zgjidhje problemet e mia, edhe kur këto ekuilibra që rregullohen edhe në favor të shpirtërorës, Islami intervenon. Jo vetëm në favor të materiales. Shumë njerëz ndoshta dojnë mu udhëzu, po kanë frikë se ndoshta ky udhëzim i prishme shumë ndoshta interesa të kësaj dunjaje. Ndoshta një vajzë në shtëpinë saj nuk gëzon për kraj nga prindët e saj për mbulesën, duhet njerëz që përmes juve të shohin se e mundshme që ka të jesh një djalë i ri, një vajzë e re dhe të jetosh në frymën e Islamit. Gjitha këto, 10 e përzuar me xhenet, nëse e përkthejnë pasurinë e tyre sot, kanë qenë milionerë ata. 10 përzuar me xhenet, njerëzit elitarët e kohës së pejgamberit sa nga shokët e tij, kanë qenë njerëz që kanë pas para, kanë pas ndikim dhe kanë qenë patjetër. Jeta e Khadijës është shumë interesante. Fatkeqësisht nuk është e eksploruar sa duhet. Nuk e kemi shpërfat sa duhet, ama ajo është sinqerisht një akademi në vete që ka çka studiuar shumë pesoj. Megjithatë Allahu Azza wa Jall e ka bërë nga një shoqëri që e ka sfiduar kuptimin e dhunës fizike në një shoqëri që tash e sfidon në fusha të tjera për treguar se Islami nuk ka ardhur që t'ja lësh rrugën ti edhe ai mbijeton ku ka komoditet. Jo, Islami mbijeton ku ka sfidë, ku ka probleme, sikur është jeta jonë. Andaj njeriu ka pranuar me humbet vetën e tij apo me e shpërfill origjinën e tij që të garantohet komoditeti e psherak që e ka ndërtuar shekuj me radhë fatkeqësisht apo. Njeriu ka fitu pikër kur ka gjetur Zotin e tij, jo kur ka filluar jeta e tij e vërtet me normale, që kjo është. Prandaj ne duhet të jemi në kërkim të Zotit. Kush është Zoti jon? Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar shikues, jemi në fillimin e podcastit të radhës. Për mezhlisin e sotëm e kemi një mysafir special, i cili na vjen nga Kosova, është hoxha i cili ka lënë atë ndikimin e tij shumë të madh në fillim të shekullit 21 në fushën e davetit. Bëhet fjalë për hoxhën e nderuar Enis Rama, me të cilën do të flasim për disa tema për të cilat mendoj se ja vlen që të flitet dhe të analizohen nga shumë aspekte, po ashtu nga aspekti fetar. Hoxhë i nderuar, faleminderit shumë për përgjigjen që na bëne ftesës tonë. Si e mora vesh, kjo është podcasti i parë në të cilin merrni pjesë, që kjo është nder për mua, Allah është shpërblet. Inshallah na prifte mbar. Faleminderit, Allah është shpërblet. Hoxh Talha për mundësinë, për ftesën, për respektin dhe të uroj për këtë angazhim, për këtë projekt të rëndësishëm, të dobishëm. Dhe është Allah xhalla xhelalu që të jetë një dritare e rëndësishme e komunikimit dhe informimit për masën e gjerë të besimtarëve. Ndikimit në diskursin publik. Kjo është shumë e rëndësishme që sot shohim se ndikimet në atë që quhet diskursi publik janë shumë llojshme. Ndoshta janë pak ato që ndikojnë në aspektin pozitiv. Edhe mendoj se prandaj edhe kjo ishte një iniciativë që në konsultim me disa vëllezër e nisëm, edhe shpresojmë që inshallah efekti të jetë pozitiv. Nëse jo tani, ndoshta në të ardhmen kur t'i shikojnë, do të mësojnë diçka për të cilën kanë nevojë. Ja, padyshim mendoj që efekti mund të matet përmes njësimi masë të ndryshme, gjithkush e mat forma ndryshme. Për neve efekti treguohet në momentin kur arrim ta përcjellojmë mesazhin si duhet. Ndërsa pranueshmëria dhe udhëzimi është pastaj në dorë Zotit mëndosur. Për faktin që ti ke marrë guximin që të hapësh këtë dritare edhe të trajtosh tema duhura, mendoj që kjo vetë të tregon se ka efekt inshallah. Hoxhë i nderuar, ne jetojmë në një kohë e cila dallohet apo veçohet me shumë momente t'i quajmë së paku të ndërlikuara.
krimi është në rritje, dhuna, njerëzit jetojnë në depresion, në frikë, në ankth, po ashtu kemi probleme tjera të identitetit, njerëzit nuk dinë se çfarë janë, ku janë, identifikon do njerë edhe me kafshë, kështu me radhë. A mendoni se bota, në përgjithësi, edhe bota jonë shqiptare, kanë nevojë për rikthimin e mësimeve të fesë, e cila do të orientonte apo do të jepte një disa udhëzime se si të sillen dhe si të lëvizin në këtë botë kaq të ndërlikuar dhe kaq të komplikuar. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht Allahun e falenderojmë. Lutim që të na jap sukses, begati dhe udhëzim të vazhdueshëm. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi mësuesin e njerëzimit, mbi atë që me lejen e Allahut i nxorrin nga errësirat e ndryshme në dritën e udhëzimit dhe shpalljes, dhe gjitha që i ndjekin këtë rrugë dhe përçojnë këtë dritë deri në ditën e gjykimit. Është e vërtet i nderuar hoxh se bota sot me gjithë zhvillimin, me gjithë përparimin që ka realisht lëngon dhe rënkon nga probleme të shumta. Kjo nuk është vetëm nga perspektiva e fetarëve, edhe ateistët, dhe jo fetarët, edhe materialistët, të gjitha fryma që sot realisht ekzistojnë në këtë botë e kanë një lloj vërejtje për mënyrën se si po udhëhiqet bota dhe ka po shkon njerëzimi. Të gjithë janë të pajtimit se diçka mungon, po pastaj janë të mos pajtimit çka është ajo që mungon. Të gjithë mendojnë se duhet një zgjidhje për problemet e shumta të njerëzimit, por janë të mos pajtimit cila është kjo zgjidhje, ku gjendet kjo zgjidhje. Ne si besimtarë, si musliman besojmë se nuk është kjo hera e parë që njerëzit kanë kriza, kanë telashe. Njerëzimi ka kaluar vazhdimisht në probleme, në telashe, në kriza të llojshme, normalisht me përmasa të ndryshme, por telashe dhe probleme ka pas, deri në nivelin edhe të rrezikimit për humbje të ekzistencës, të llojit njerëzor. E dim që Zoti i Mënduar në të kaluarën ka intervenuar në mënyrë të vazhdueshme si pasojë e kujdesit i që lloji njerëzor të mbetet, por jo vetëm të mbetet, por të orientohet. Dhe në bazë saj ka dërguar pejgamber dhe ka zbritur libra. Andaj kjo më kuptu se Zoti i Mënduar si krijues është kujdes për njerëzimin. Dhe mënyra e kujdesit ka qenë përmes shpalljes, që i bie se ju bëni probleme, unë u aselli zgjidhjen. Edhe në kuptimin e aspektit literal si tekst, libër, po në aspektin e ligjërimit dhe shembullit përmes pejgamberve. Andaj mendoj që përvoja e njerëzimit gjithmonë në këtë aspekt ka rezultuar e suksesshme. Sa herë kanë ardhur pejgamberët, punët janë rregulluar. Punët kanë marrë një kahje ndryshe. Spaku në aspektin e koncepteve dhe kuptimeve të caktuara. Edhe pse ne kanë ditë qartë se ku është rruga e drejtë dhe ku është shpëtimi, po. Patjetër. Për shembull, nëse marrim pejgamberët e mëdhej, do të shohim për shembull se ata sa i kanë sjell njerëzimit zgjidhje adekuate, konkrete dhe praktike probleme që i kanë. Merë për shembull diktaturën që e kanë përjetuar Beni Israil nga faraoni, Musa alayhis salam i kanë nxjerrë nga këtë diktaturë, ka bërë zgjidhje politike, ekonomike, sociale, fushë përmes shpalljes që Allah e ka shpallë. Andaj është dashur një pejgamber marrë me nxjerr nga ato probleme. Edhe vetë Muhamedi alayhis salam kur ka ardhur si ka qenë gjendja e njerëzve në botë, domthon kanë pas perëndori, ka pas fuqi ushtarake, por ka pas agresion, ka pas dhunë, keqprodrim, robni, skllavëri e kështu me radhë. Izori të shumta. Ndryshme. Dhe dim se bota pas pejgamberit asam çfarë kahje ka marrë. Gjithë studiuesit e lavdrojnë atë periudhë, madje edhe është e njohur që në kategorizimin e figurave të suksesshme Muhamedi sallallahu po është i pari, jo për shkak të aspektit fetar, se ata që e kanë kategorizuar nuk janë fetar, por për shkak të aftësisë së mësimeve që ai ka ardhur me bashku mes suksesit material në këtë botë dhe atij shpirtëror për botën tjetër. Kështu suksesi nuk kanë mujtë me arrit asnjë njerëzit nga prirjet vetanake. Gjithmonë kush ka dorë sukses në gjitha rrafshet dhe dimensione njerëzore është dashur të referohet shpallës për shkak se vetë Allahu ka thonë ela ya'lamu man khalaq. Asu nuk din ai që ka krijuar. Andaj sot ne shohim që njerëzit për shembull atë po e tekalojmë në dimensionin shoqëror dhe familjar, po kthehemi në dimensionin individual. Shohim perëndim për shembull njerëz që kanë provuar gjitha shijet e këtij materializmi, në kuptim të famës, kuptim të epshit, kuptim të ndoshta ushqimeve, daljeve, kështu me radhë. Dhe shese, domthon ai në fund bëhet musliman. Edhe musliman bëhet jo për ta provu si eksperiment, po si zgjidhje e problemeve që janë shku duke u shtuar sa ka qenë në sofrat e këtij materializmit të egër të vrasht.
Prandaj ai vetë e dëshmon. Jam bo musliman për bë zgjidhje problemet e mia, jo të varfnis se ka qenë i varfër, jo të famës se ka pas famë, po me bë zgjidhje problemeve të qenies së tij ekzistenciale si njeri. Dhe këto dëshmi janë tregues i qartë se njerëzit sot duke filluar nga individi, shko tek familja, e shoqëria, e kështu tek njerëzimi mbar, ka nevojë për udhëzimin e Zotit, ka nevojë për t'u kthy vetvetes, për t'u kthy origjinës dhe për t'u kthy realisht koncepteve të rëndësishme që mbi to ndërtohet bashkëpunimi i llojit njerëzor dhe prosperiteti në gjitha fushat që njeriu ka nevojë për to. Mendoj se mirëqenia materiale, apo mirëqenia në përgjithësi e një njeriu është e lidhur ngushtë me mirëqenien materiale, e cila është arrit deri në një mas, por më shumë i mungon ajo që quhet mirëqenia shpirtërore, e cila nuk mund të realizohet nëse nuk ju kthehemi shpalljes finore dhe asaj që Zoti na e ka shpall. Po. A mendoni se në këtë kohë ka një lloj vështirësie në këtë proces se ne e dimi se udhëzimi është në dorë të Allahut subhanallahu teala. Por a mendoni se ne ndoshta nuk e bëjmë si hoxhallar që jemi thirrur që ta rikthejmë në aktualitet thirrjen e Zotit, a mos ndoshta bëjmë disa gabime në prezantimin e këtij mesazhi hyjnor, i cili i siguron mirëqenien në çdo aspekt të njeriu, e bën jetën e njeriu të këndshme dhe të mirë. Islami ka me vendos ekuilibra mes gjitha komponenteve të qenies njerëzore. Edhe kur këto ekuilibra që rregullohen edhe në favor të shpirtërores, Islami intervenon. Jo vetëm në favor të materiales. Dikush mendon se Islami duke luftuar materialin realisht e favorizon paskajshmërisht shpirtëroren. Nuk është e vërtetë. Se kur ka pas kur pejgamberët njerëz që e kanë debalansuar formimin e tyre në favor të shpirtënorës, ka intervenuar pejgamberi sa. E kanë kësaj rruga ime apo. Dim rastet të vetrave që ka tek pejgamberi sa dhe domthon kanë kërkuar një farlloj shkputje nga realiteti i qenies njerëzore. Duke agjëruar tankon, duke mos u martuar, pejgamberi sa i ka ekuilibruar duke e favorizuar tas aspekte material, jo aspektin shpirtëror. Ka unë ha edhe agjëroj, unë martohem, edhe unë flaj kështu me radhë. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ai që nuk e ndiq atë rrugë nuk është për meje. Ka pasur se kur dikush ka bën kush ndjekës ide i pejgamberit ai i cili e praktikon këtë këshill. Patjetër. Prandaj po thonë që na ka njerëz që kuptojnë se ne duke e favorizuar shpirtënorën, duke u fokusuar te shpirtëora, mendojnë se kemi një qasje armiqësore me materiale, nuk është e vërtetë. Por me që ka dominu materiala për të ekuilibruar që njerëzorë ne duhet të fokusohemi tek shpirtëroria. Sikur kishte më qenë dominante shpirtëroria dhe braktisja e dunjas, ligjërimi do të ishte i fokusuar në ndërtimin e dunjas për të rikthyer ekuilibrat e duhur në jetën e përditshme. Edhe pse në orientimin e përditshëm padyshim njeriu në esencë është i përbërë nga pjesa e brendshme, materiali është mjeti, por edhe mjeti është i domosdoshëm në realizimin e qëllimeve të kërkuara. Andaj nëse këtë marrim parasysh dhe e përdormë si standard për të matash ligjërimet tona se ka po shkojnë, ka vretje, ka zbrastine, ka mangësi, por mendoj që në total është një përpjekje e lavdrueshme e shumë xhellarëve për të ekuilibruar këtë shoqëri të çekuilibruar edhe për ta rikthyer në bazën e asaj që kanë es pejgambert dhe na ka mësuar Allahu i manduar. Është një sen me rëndësi me kuptu se zakonisht në debatet shumëta, për shembull në përpjekjet për ta përmirësuar shoqërinë, për të plotësuar mangësitë e shoqërisë, njerëzit janë të prirur për shembull që të targetojnë hoxhallarët, të qortojnë ligjërimin e hoxhallarëve. Që nuk është për të amnestuar faji asnjë hoxhe, në rregull. Mirë, po për shembull, nëse marrim këtë ndëruar hoxh, këtë bazë, ekuilibrin shoqëror, e marrim apo. Nëse hoxhallarët kushtimisht po them, nuk po ndikojnë atë sa duhet në ekuilibrim. Ku janë masat e tjera intelektuale. Madje ata të tjerë ndoshta më tepër po ndikojnë në ekuilibrim duke forzuar materializmin shumë më tepër. Kërë që mënej që duhet pas një qasje në gjykim të gjithanshme në për hir të së vërtetës, jo për hir të ndonjë palë të caktuar që është më ndoshta me qasje hakmarrëse. Tash ju po sulmoni hoxhallarët na po sulmoni juve, nuk na bën punë kjo. Por dua të them që për ne është më rëndësi ekuilibrimi i shoqërisë dhe përsaktimi e gjithkush me veten. Ama kur ti për shembull për me e favorizuar
tonën, duhet me mësulmu mu, ose me shpall një lloj ligjërimi që e favorizon shpirtnuan dhe ato që është morale dhe me vlera, apo andaj ti përgjes për çdo ekuilibrim shoqëri, për shkak se tash ti një lloj ekstremi, ekstremi që realisht e anon shoqërinë dika ku nuk duhet. Mendoj që kjo çështje është shumë e rëndësishme që të bashkëpunojmë për ekuilibrim, e jo të luftojmë e që në fundit shoqëria të mbetet jashtë binarëve të rrugës së duar që duhet me ecë. Hoxha nderuar, kisha një dilemë. A mendoni se nëse hoxha thirrsi e ka qasjen ashtu si duhet, edhe bon çmos që me mbet në suazat e asaj që quhet ekuilibri që e ka vendos Zoti. A mendoni se popullata në këtë situatë është më e prirë që ta pranon këtë thirrje, apo është më e prirë që ndoshta ta refuzon duke u arsyetuar me faktore tjerë që ndikojnë, mediumet, për shembull jeta, kushtet materiale, e kam si një pyetje që shpesh njerëzit kur fillon biseda për shpirtërorën, kthehen tek kushtet materiale. Ndërsa kur bisedojmë ndonjëherë për kushtet materiale, thënë e akuzojnë se kjo është i dop nga aspekti shpirtëror, domethënë nuk jep sadaka, nuk është bamirës. A mendoni se nëse hoxha e ka një qasje kështu baraspesh në çdo aspekt, a do të ketë atë ndikimi i tij më pozitiv në shoqëri? A do të jetë shoqëria e prirur që ta pranon këtë thirrje? Shoqëria kryesisht, domethënë, është e friksuar, si pasojë shumë faktorëve. Dhe friksimi është një mjet historik i përdorur nga shejtani dhe argatë shejtanit në vazhdimsi. Allah xhallahu e ka përmend, inna madhalikum shaytanu yukhawifu awliya. Është shejtani i cili ju frikson përmes argatëve të tij në forma të shumta që ju t'i ktheni parimeve dhe vlerave të caktuara në emër të besimit dhe të ktheni Allahut mënduar. Ne e dim këtë, dhe sot e dim se friksimi është një presion i vazhduar që edhe politikat shtyhen përmes këtij presioni të terrorizmit, të frikës e kështu me radhë. Andaj frika është një komponent që është prezent tek njerëzit. Na e dim për shembull shumë njerëz ndoshta dojnë mu udhëzu, po kanë frikë se ndoshta ky udhëzim i prishme shumë ndoshta interesa të kësaj dunjaje. Ndoshta një vajzë në shtëpinë saj nuk gëzon për kraj nga prindët e saj për mbulesën, për shkak se ata kanë frikë se mbulesa mund të jetë nesër një pengesë për avancimin e saj akademike dhe shkencor, apo të martesë ku e di çfarë tjera, apo dhe frika që mund të bëhet pjesë një grupi të caktuar terroristë ku e di çfarë. Do na shohim që frika ekziston, pastaj manifestohet në forma të ndryshme. Andaj çfarë duhet bërë na? Na duhet bërë që njerëzit të qetësojmë. Të qetësojmë përmes dy mënyrave, edhe në kuptimin e ligjërimit të qetë, të argumentuar dhe të frytshëm, dhe përmes shembujve praktik të cilët realisht e kanë kalu pragun e frikës dhe tash jetojnë të qetë. Janë dy këto që na duhet. Domthonë, sikur se tha pejgamberi, antum shuhadaullahi fil ard, ju jeni dëshmitarët e Allahut në tokë. Prandaj për shembull, unë kam thonë në shumë raste rinisë, studentëve, trejave, të rinjve, vazhdimisht ju thonë që Islami juaj nuk është i juaj individual, është i juaj i përveti fillimisht, por është edhe për të tjerët. Duhet njerëz që përmes juaj të shohin se e mundshme që ka të jesh një djalë i ri, një vajzë e re dhe të jetosh në frymën e Islamit. Edhe qenë mjek i suksesshëm. Gjitha këto, për shembull, sa ka njerëz që për shembull nuk e paramendojnë zhvillimin e një biznesi pa ndoshta pa huazime kamatore, se paramendon. Da kemi shembull njerëz që nuk merr kamat dhe ja ka dalë sot të zhvillohet në biznes. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Por nuk më rëndësi është e vështirë, më rëndësi është e mundshme. Kjo është e rëndësishme. Andaj Allahu xhallahu nuk na ngarkon për të mundësive. Momenti ku përfundon mundësia, përfundon kërkesa, na këtë dim fetarisht apo. Prandaj na kemi nevojë që me punu në dy rrafshe i nderuar hoxha. Hoxhallarët me punu me kuptim të ligjërimit, por hoxhallarët me familjet e tyre, me fëmijët e tyre dhe me xhamatët e tyre të ofrojnë një shembull praktik adekuat të një shoqërie në miniatur, se si funksionon ajo me udhëzimet e fesë, që njerëz me pas një shembull praktik që pastaj ata mund ta ndjekin në jetën e përditshme. Nëse ne jemi të shkputur nga realiteti e njerëzve, nuk kemi shembull praktik dhe ne nga distanca ligjërojmë, kjo padyshim se do të prodhon efekt negativ, do ta rrënjëson frikën dhe do ta shton distancën mes neve dhe masës së njerëzve. Kështu që që duhet punuar vazhdimisht në këto dy aspekte. Ligjërimi të jetë i përshtatshëm për masën e njerëzve, qetësues, garantues për shumë, domethënë, probleme që ata i kanë, e para, dhe e dyta, me shembull praktik të jetës së përditshme, se
nuk janë xhamatli ata që kanë pas depresion dhe si pasojë e depresionit kanë ndonjë xhami, nuk janë të varfër dhe nuk kanë çka me bua dhe kanë kohë mjaftueshëm dhe tash vinë xhami. Jo, po në xhami kemi ne më shumë të atil që kanë punë, janë zonë për gjenë kumë për xhami. Duke filluar edhe nga koha pejgamberit sa ne dim këtë punë. 10 e përzu me xhenet, nëse e përkthejnë pasurinë e tyre sot, kanë qenë milionera ata. 10 përzu me xhenet, njerëzit elitarët e kohës së pejgamberit sa nga shokët e tij, kanë qenë njerëz që kanë pas para, kanë pas ndikim dhe kanë qenë patjetër. Pejgamberi sa gruan e parë që ka pas, që është gruaja më e vlefshme, Khadija radhiyallahu anha, ka qenë tregtare, ka bëu biznes dhe pejgamberi ka martuar. Shikoni, këtu është interesant, ka përmendur disa raste, jeta e Khadijës është shumë interesante. Fatkeqësisht nuk është e eksploruar sa duhet. Nuk e kemi shpërfat sa duhet, ama ajo është sinqerisht një akademi në vete që ka çka studiues shumë pesoj. Për shkak se konsiderohet njeriu kryesor kyç në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam është krahas si kryesor i parë, I cili ka reagimi i saj është fantastik apo i rëndësishëm shumë apo. Tash për shembull, Allahu azza wa jall e ka rujt pejgamberin për shumë sanave para shpalljes. Çdo gjë që ka mujt me që një njoll për te në shpallje e ka rujt Allah para shpalljes apo. Don asnjëherë s'ka qenë shoqi të keqe, s'ka pi alkool kurr, s'ka qenë për shembull me rrugëve të këqija, s'ka idhujt. Asnjëherë. Pse? E ka rujt Allah për mirë po, gruaja që e ka martuar pejgamberin ka qenë gruaj që ka bërë biznes. Sikur të kishte qenë problem që një pejgamber ta merr një grua që e dominon në kuptimin ekonomik, nuk është më mundsuar që është më e pasur saj. Po, nuk është më mundsuar pejgamberi të martuar, apo kupton? Dhe mendoj që kjo është një aspekt I rëndësishëm e kuptuar që Allah ja ka përzgjedh bashkën e parë që të jetë një grua që është e suksesshme, elitare, një grua e ngritur, që ajo të jetë përkrahasi kryesor I pejgamberit për treguar se një grua që I lexon ashtu si duhet ndodhit. Kjo po të si ka lexu rastin e shpalljes është me të citat vet, është një akademi në vete që patjetër, po duhet të them që kjo përzgjedhje nuk është e rastishme. Që gjithçka në kohë të pejgamberit është shumë bukur e caktuar nga Allah te bareku teala. Shikoj për shembull edhe në këtë kontekst më pranon për shembull përbërja shoqërore në Medinë. Tash nëse shikojmë nga perspektiva logjike jon, nuk do duhet të ishte e përbërje shoqërore në Medinë ashtu. Pse? Pejgamberi sa në Mekë a ka pas problem për shkak të diversionit shoqëror. Ka pas problem. Ata kanë mënu kështu, dhe si pasojë e mosdurimit ka ardhur te problemi. Apo. Tash me që po shpërngush nga ky vend dhe je tek në fillim duhet spaku një shoqëri më homogjene. Ku kretjon si ti, këtë mënyrë si ti, pastaj shkon duke e shtu diversitetin kurtive që I fortë. Logjikisht na kështu kishë menuar. Medina s'ka qenë kështu. Medina ka qenë halama kolorite se sa Mekë ja, marrësh. Aty diversiteti, ajo lloj-llojshmëria ka qenë ndoshta e fshehur. Munafiqët kanë qenë të fshehur. Po ka pas edhe ka qenë më sfiduese. Shikoj, ka qenë më sfiduese për shkak se në Mekë për shembull, kurreshtë e Mekës e kanë përdorur veç aspektin e dhunës fizike. E dukshme. Po jo intelektuale. Jo intelektuale. Apo, ndërsa hebrejt në Medinë kanë qenë intelektual në kuptim të njohjes së shpalljes dhe ballavaqimet ka qenë më sfidues. Megjithatë Allahu azza wa jall e ka bërë nga një shoqëri që e ka sfiduar kuptimin e dhunës fizike në një shoqëri që tash e sfidon në fusha të tjera për treguar se Islami nuk ka ardhur që t'ja lësh rrugën ti edhe ai mbijeton ku ka komoditet. Jo, Islami mbijeton ku ka sfidë, ku ka probleme, sikur societeta jon. Andaj pikërisht kjo është ajo që e bën Islamin të fortë dhe e bën me të vërtetë shumë të këndshëm. Kjo është zgjidhja për njerëzimin. Patjetër, për sa zgjidhje, se ai ka pikërisht ku ka probleme, nuk ka rahati. Prandaj kjo më kuptoj se don Allahu ka përzgjedhur për pejgamberin ato që rreth e shpërfaq edhe natyrën e kësaj feje dhe përparësinë e saj për çdo shoqëri ku ai qarkullon dhe ku ai mbetet. Në kërkim të njeriut fetar në shekullin 21, sipas juve, cilat janë pikat kryesore të cilën duhet të përqendrohet ai për të qenë një besimtar I denj, besimtar I mirëfillt, besimtar I cili ka arritur atë baraspeshën që e përmendëm më herët në jetën e tij. Sot njeriu ka në kërkimet e tij të fushave të shumta ka gjetë shumë sana. Mirë, po fat keq vetën se ka gjetë. O njeriu ka humbur. Ala se ka eksploruar veten sa duhet. Edhe nuk guzon me eksploru. Sot e shohim që në shumë qarqe, domthonë ka frikë që të eksplorohet edhe vetja e njeriu. Duke filluar nga origjina e tij. Për shembull, shikoj me çfarë
them kushtimisht me çfarë presioni, për shembull, çdo tendencë për ta kontestuar teorinë e Darwinit për shembull edhe luftohet. Pse? Pse është një konform zonë e imponuar, e cila pastaj garanton shumë gjëra të matutjeshme. Momentin kur kjo kontestohet, kur këtu bëhet zhurmë, do të përcillet tingulli i zhurmës në gjitha fushët e jetës tjera. Apo, pa njerëzit nuk lejojnë këto që kjo ngucet apo. Andaj njeriu ka pranuar me humbet vetën e tij, apo me e shpërfill origjinën e tij që të garantohet komoditeti e psherak që e ka ndërtuar shekuj me radhë fatkeqësisht apo. Andaj kjo do ta thellon në vazhdimsi problemin e njeriut. Për atë se ai e injoron vetveten, e injoron natyrën e tij, e injoron Zotin e tij. Nuk është e mundshme. Prandaj shiko pra në botën perëndimore, kryesisht është shpall vdekja e Zotit, apo që duke vdek Zoti të shpallet triumfi i njeriut. Islami nuk e parashakët, Islami e para që kur ti e gjen Zotin, ka fitu njeriu. Njeriu ka fitu pikër kur ka gjen Zotin e tij, jo kur e ka Ka filluar jeta e tij e vërtet me normale, që kjo është. Prandaj ne duhet jemi në kërkim të Zotit. Kush është Zoti jon? Në kërkim të krijuesit, në kërkim të qëllimit të krijimit që ai na solli në këtë dunjë për ta. Në kërkim të gjitha këtyre edhe të tjerave koncepte, ne e gjejmë vetëm në kush jemi ne. E gjejmë përbërësit ton kryesor nga çka përbëhemi ne. Dhe kërkesat e çdo aspekti nga i cili përbëhemi, që ta ushqim veten ton me ushqimin e duhur, adekuat, edhe në kuptim material, edhe në kuptimin mendor, edhe në kuptimin shpirtëror, edhe në kuptim moral, edhe në çdo aspekt që duke ushqyer veten ton ta qetësojmë, se njeriu i rritur është i shqetësuar, është arrogant, është nervoz. Pa ne e shohim njeriu i cili për shembull në kuptimin e aspektit material është shumë i ngopur, madje i stërngopur. Por varfënieti shpirtëror e ka bë nervoz, e ka bë arrogant, nuk është i qetë, është normal nga se kjo uri i krijon presion të vazhdueshëm. A në njeriu duhet të kërkon edhe ushqimin e këtij shpirti, të kërkon vetveten e tij në vazhdimsi të burimet e duhura. Këtë nuk e gjen për shembull në shkencën e kimisë e biologjisë. Atje ka gjetë diçka tjetër, po ka shkenca tjera, ka burime tjera që e gjen përgjigjen kush është, ku shkon, çka ndodh me të pasdekjes. Realisht koncepti duhet për këtë ekzistencën është ai që njeriu duhet të jetë në kërkim të tij, që duke e gjetë atë e gjen edhe fijen e lomshit që i ka sjellë problemin jetën e përditshme. E kjo është vetëm tek dijet, tek burimi i shpalljes, para atë se njeriu e injoron shpalljen, dhe para atë se njeriu i injoron pejgamberët si faktor të rëndësishëm të zhvillimit të njerëzimit, kur nuk ka me rahatu. Fatkeqësia është sot vëllai nderuar, fatkeqësia është sot kur na mësojmë histori, para mëna historinë e shejkëve, përmendën njerëz shumë periferik në histori, gati që ndoshta kur fon ndikimi s'kan pas, ose kanë pas ndikim shumë negativ në gjitha orientimet e njerëzimit, dorso nuk e gjen përmend e një pejgamberi që Zoti e ka dhëruar ekskluzivisht për të mirë të njerëzimit. Andaj injorimi i një bamirësie kaq të madhe, i një kontribut kaq të madh, është injorimi i vetvetes. Nuk mund të bëjmë radhë kur përsa injorojmë bamirësit, injorojmë mësuesit, injorojmë udhëzuesit, udhërfysit, dhe megjithatë injorojmë Zotin tonë që në vazhdimsi kujdes për neve. Duke i promovu disa parime kinse shkencore, ata e kanë larguar këtë aspektin. Dhe çdo gjë që ka të bëjë me shpalljen, me pejgamber, me të dërguarit, e llogaritet si diçka që nuk është shkencore, është në atë domenin e bestytnive, besimeve. Kjo pastaj e bën që njeriu të vazhdon me jetën e tij, ta thojmë së paku, çoroditur apo të çorientuar, ku nuk e di se nga është nis, ku është duke shku, se i ka gjendjen. Prandaj është shumë e rëndësishme që në këtë kohë njeriu t'i kthehet shpallës, siç e thatë edhe ju vetë. E vërtet, ndëgja, nuk duhet me kriju njeriu percepcion ose ai që na përcjell se shkencëtarët janë vësë hoxhallarëve, vësë pejgamberëve. Nuk janë kështu. Shumica e shkencëtarëve kanë besu, kanë qenë besimtarë në formën e tyre. Darwini, teoria e tij që përmend, ai dihet, nuk ka qenë atest. Ka pranuar, ka nësë shpeta. Edhe tjerë me radhë që kanë qenë, ose për Einsteinin kufrit, ose për më herët për tjerë të kështu me radhë. Çka është ajo që mendoj që duhet të kuptoj është se në një pjesë të botës ku shkenca ka marrë një zhvillim të hapshëm, të madh, spaku për zhvillimet e fundit, apo realisht atje feja ka pasur një debakël të madh. Atje feja realisht nuk ka arrit që ta përcjellë zhvillimin shkencor. Dhe në pamundësi me një zhvillim shkencor ka dashur me u pengesë. Edhe në këtë betejë të dominimit, apo feja ka humb, ka pasur debakël.
është përjashtuar nga jeta e përditshme. Dhe njerëzit kanë krijuar percepcion se çdo tendencë për rikthimin e fesë në jetën e përditshme do të na rikthen në betejat e mëhershme që një herë kena triumfuar mbi të. Po kjo është me një fe të caktuar. Ndërsa nuk është me Islamin. Islami e ka një përvojë tjetër me shkencën, ku Islami e ka motivuar shkencën. Edhe Islami e ka promovuar shkencën. Dhe Islami realisht ka bë që nga gjiri i fetarëve të dalin shkencëtar që pastaj të tjerët kanë vazhduar studimin në bazën e të gjeturave të tyre. Prandaj duhet të them që është e padrejtë që Islami të gjykohet me standardet dhe me përvojat e një feje tjetër. Ne na gjykoni me fejen tonë. Hajde pe gjykojmë për shembull çfarë kontributi ka bërë për shembull feja hebreje për shkencën, çfarë feje ka bërë feja katolike për shkencën, çfarë feje ka bërë ateizmi për shkencën, dhe çfarë kontributi ka bërë për shembull Islami për shkencën. Dhe pastaj gjithkusht le të merr gjykimin e duhur për pengesën ose për avancimin edhe inkurimin që e ka bërë. Dhe do të shohim se Islami është domethënë një fe që fatkeqësisht i është bërë e padrejtë e madhe edhe nga kundërshtarët, por mendoj që padrejtësia më e madhe është bërë nga ana e muslimanëve, që ne realisht nuk kemi vazhduar rrugtimin tonë që në emër të fesë ta kultivojmë besimin tonë, e kemi gëlltitur karemin fatkeqësisht të kësaj padrejtësie historike, edhe kemi pa shumë njerëz që sot mund të jetë profesor doktor, që babën e ka pas hoxh, por për tu avancuar ai në të deklaratë ateist. Fatkeqësisht apo. Edhe tani njerëz kanë kriju percepcione se domethënë për qenë akademik, për qenë profesor, nuk mund të jesh fetar i mirë, edhe pastaj kjo është bën një frym që njerëzit fatkeqësisht, prapë po them, e kanë konsideruar një arritje ose një lajm që duhet të zgjuar kur një profesor falet. Unë e kam thonë duhet na bëj të kundërtën. Nuk është lajm kur një profesor falet, është lajm kur ai nuk falet. Kur një mjek arrin, domthon gjitha ato argumente dhe në fund të triumfon taj ateizmi është që çuditë me çush ke mujt apo. Çush ke mujt më dal gjitha këto me luftu dhe në fund me kon një mosbesimtar, e pamundshme. Është e pamundshme. Andaj ne kemi nevojë që në këto aspekte të jemi të hapur, të hapim debate, diskutime, seminare të ndryshme, të promovojmë të kaluarën tonë të ndritshme që Islami ka promovuar shkencën, nga se tek unë e dim, kjo pajisje që është para nesh këtu, po është vërtet që e ka bërë një fabrik, por zbulimin e saj ka marrë pjesë qindra shkencëtar me shekuj, secili e ka ndërtuar zbulimin e tij mbi zbulimin e dikujt paraprak. E në këtë zinxhir zbulimesh, ne dim që muslimanët e nxojnë një vend kogja të madh në historinë e zbulimeve shkencore. Perioda e artë e shkencës. Patjetër. Kështu mendoj që është një barë që i barë të Islamit pa fajshëm, që ne duhet punuar për të shkarkuar Islamin nga kjo barë. Si kuptimin e shkencës, si kuptimin për shembull e të drejtës së gruas, femrës, e shumë të tjerave sikur që janë të njohura. Por alhamdulillah sot kemi shumë shkencëtar që kanë arrit ndoshta grada të larta në aspektin shkencor, që në të njëjtën kohë janë edhe fetar, që falen, që agjerojnë. Dhe kjo është alhamdulillah një kthes, mendoj se është pozitive. Po dyshim, po ajo që është jo shumë e zëshme, që ne duhet ta bëjmë të zëshme, është se edhe në kuptimin masiv, edhe në kuptimin përmbajtësor, Islami dominon fushën e konvertimeve. Është feja masovikisht më e pranuar, po edhe në aspektin përmbajtësor, e shohim që e pranojnë më së shumti elitar. Tash na mos shikojmë çdo njeri ka vlerën e tij dhe ka drejtën e tij, nuk duhet që me në çmuar s'ka. Nuk i mohojmë se ekzistojnë edhe elitat ekzistojnë. Normal. Pranim masiv të Islamit kemi nga elitat, nga profesorët, nga shkencëtarët, që më kuptuar se ai ka arrit me mposht frikën që është rrit me të se kjo fe e lufton shkencën, kjo fe që mbrapa. Andaj më që kjo një argument plus, faqe të ndërprej. Një argument plus që Islami si fe asnjëherë nuk është kundërthënës me shkencën apo me logjikën e shëndosh, me arsyeën e shëndosh. Nuk ka mundësi me kon se s'ka asnjë provë për këtë. S'ka asnjë provë për këtë. Këtu ka vetëm një fuqi dominante mediale e cila e ka keqpërdor hapësirën që e ka për të manipuluar me mendjen e njerëzve e suportuar nga qartje të caktuara, domethënë që kanë qëllimet e tyre tashmë të njohura. Andaj duhet të them që ne si musliman duhet me kënaqëri,
me angazhim, me zëlshmëri dhe bashkëpunim të rënojmë këto dilema dashakeqe, këto dilema gogole që nuk ekzistojnë realisht, janë më tepër ata si ai gogoli në fush që tramsorat apo që realisht nuk ekziston ai me kuptu shpendet se iluzion. Po, se është iluzion ata e injorojnë atë. Por e kanë frikën se mos është njeri, prandaj dhe ikin apo. Andaj janë formuar gogola të caktuar që nështë ikin duke menduar se ne duhet të shpallim këtu, domthonë gogola iluzionar, nuk janë real, për shkak se Islami realisht është dëshmuar si një tërësi mësimesh dhe udhëzimesh që sa njerëz i kanë kuptuar si duhet, është garantuar siguria, mirëqenia, bashkëpunimi e shumë të tjera që njeriu ka nevojë për to. Që këto algoritma që sot i përdorim pothuajse në çdo sferë të jetës njerëzore, i pari që i ka bo ka qenë muslimani, Khavarizmi. E shumë tjera. Vetëm këtë si shembull ta veç duhet me kuptuar. Është një fushë ndërlikuar, matematika dhe algoritmat janë diçka që është me të vërtetë ndërlikuar. Në këtë fushë muslimanët në shekujt e errta që kanë qenë për Evropën atko, ka arrit me bë këto zbulime apo hulumtime dhe studime. Unë mendoj që na duhet të kemi një qasje mesatare në këtë aspekt nderuar hoq. Për shembull, kur dikush thot po që ata shkencëtarë që kanë zbuluar e kanë kontribuar nuk janë musliman. Ne i mirënjohës si njerëz çdo kujt për çdo kontribut. Ne i mirënjohës çdo shkencëtar që ka dhënë mundi, ka kontribuar që sot ne përdorim mundin dhe djeshtën e tij për të lehtësuar jetën tonë. Ne jemi mirënjohës. Apo edhe nuk e përdorim asnjëherë shkencëtar musliman për të nuar shkencëtar musliman. Nuk e kemi atë vësë, se kemi absolutisht, por e kuptojmë si një rrjedhë normale të njerëzimit. Do të musliman shkencëtar plus shkencëtar tjerë kanë vazhduar për parimin e botës. Andaj në këtë karavan të gjatë të ndërtimit të shkencës, apo muslimanët e gëzojnë një hapësirë të madhe. Këtë duhet ta them. Sot është ndryshe, është e vërtetë, por hajde po kthehemi te çë hapësirë të shohim. Në këtë hapësirë që e kanë zonë muslimanët, e që nuk është hapësirë e vogël, është kohë e gjatë shekullore, ku muslimanët e kanë dominuar shkencën, e kanë zhvilluar shkencën, dhe sot shkenca i është bërçli atyre muslimanëve për atë që ata kanë zbuluar, të shohim se cili ka qenë Evropës. Është vërtet, po të shohim për shembull cili ka qenë motivi dhe faktori kryesor në avancimin e tyre shkencor. Do të thëjmë që ka qenë besimi tyre, ka qenë feja tyre. Ndërsa fatkeqësisht në avancimin e shkencëtarëve bashkëkor nuk është feja, është mos feja. Për shkak se feja që ata kanë pas nuk ka qenë mjaftueshëm e pasur për ti motivuar për shkencën. Andaj domthon problemi është me një fe caktore, jo me fen komplet si shpallë e Zotit. As me fen si koncept. Po nderuar në kërkim apo në gjurmim për atë që quhet fetari, ta quajmë reale apo ndoshta edhe ideale, që duhet ta zbatojmë në këtë. Kam për qëllim imanin. Cili mendojnë se është boshti kryesor tek i cili duhet të fokusohemi duke kërkuar që të motivohemi më tepër për ibadetet, të motivohemi të jemi të drejtë, të largohemi prej veseve dhe kështu me radhë. Cili është ai faktori kryesor i cili ndikon që njeriu të arrijë këtë gradë të lartë të imanit? Faktori kryesor është besimi në Allahun e Madhnuar. Mirë, po kur flasim për besimin, duhet të kuptuar një çështje më rëndësi. Unë mendoj që në shpjegimet e dietarëve, sa kam arrit me kuptuar, ti e hoq mund të më përmirësu, kam arrit me kuptuar se imani kalon në disa procese. Domthonë depërtimi i imanit në zemër. Imani nuk është diçka e ngurtë, po është një proces i cili edhe rëndësimi i tij në zemër është proces. Në çfarë aspekti? Leximi i një të vërtetë të besimit është proces. Informimi është proces. Ndikimi është proces. Apo, dhe funksionimi i besimit në shërbim të jetës është proces. Ta në të shikuar në cilin proces imi në jepën. Fatkeqësisht shumica e neve si musliman, në aspektin e ndikimit të besimit, apo jemi ende në fazën e deklarimit, ne deklarojmë se besojmë, ne kemi informata për shtyllat e besimit, por ky besim ende nuk është mjaftueshëm i strukturuar që të funksionizohet në shërbim të jetës tonë. Për shembull, nëse flasim për bujarin, për shembull, për muslimanin, funksionimi i besimit e prodhon një gjendje bujare. Nga sa ai e din se nëse jep e gjen tek Allahu i mënduar. Po a ka kooperaci te musliman? Ka, fatkeqësisht. Pse është kooperacia? Nëse shikon ti për shembull, a beson ai në Zotin po beson, a beson në ahiret po beson. Gjen shpërputhje.
Tash as nuk je që ja mohon besimin, po as nuk je që ja pranon komplet besimin. Ai ka met një proces të shtangur, të ngurt besimi i tij që ka në për të lëvizur nga konfirmimi drejt funksionimit. Nga konfirmimi drejt funksionimit. Prandaj ne duhet këtë ta bëjmë. Këtë bëjmë. Funksionimin e besimit në jetë e përditshme. Sot fatkeqësisht shumë betejë kur bie fjala për besimin, Vëllai nderuar, bëhen tek çështjet e informimit. Informatave, thon. Kjo është besim, kjo është kufër, kjo në rregull, kjo është pjesë që duhet diskutuar, padyshim. Mirë, po kemi mbet në këto betejë në dëm të funksionimit. Prandaj nuk kemi arrit ende që mu dasht që duhen besimtarët, të bashkëpunojnë që bashkëpunojnë besimtarët, të sakrifikojmë që sakrifikojmë besimtarët. Tash s'kemi arritur, jemi mrapa. Procesi është shumë i ngadalësuar, shumë i ngecur. Kështu që mendoj që ajo që e bëni mëson të kompletuar është realisht kompletimi i procesit ose kompletimi i instalimit të besimit në jetën e tij. Të instalohet me gjitha proceset e kërkuara, nga informata deri te vepra. Imani në Islam është nuk është vetëm fjalë, nuk është vetëm bindje, por është edhe praktik. Zbatimi është reflektim, është funksionim. Po, do të funksionimi aty e mirë. Patjetër. Aty imani dhe bindjes që e kanë. Për këtë arsye na po them që në këtë aspekt më punu shumë. Andaj edhe nëse i referojmë fjalëve të dietarëve më hershëm do të gjejmë se ata në këtë kanë aluduar, në këtë funksionim. Kur Imam Shafiu rahimullah thot për shembull, sikur besimtarëve t'u zbriste vetëm sura Al-Asr, do të mjaftonte. E gjen përgjigjen për këtë. Pse? Aty ki për shembull njerëz janë humbje. Ndërshtim. Përveç kush? Ka besuar, ka më punë mira. Pastaj s'u mjaftu kaq. Funksionimi i besimit tyne kalon në me bashkëpunim, me tjetër kalon në durim, kalon në përpjekje, kalon në angazhim. Andaj, kjo është kompletim besimtarit, që është ka dhënë dietarët, e kompleton vetveten dhe pastaj sërën me i kompletu të tjerët. Që kjo muslimani duhet. E kur Allah përmend këtë proces, fillon me besimin, pastaj kalon tek vepra e mirë. E ka ndarë Allah veprën, jo pse është e ndarë nga besimi, por për shkak se është tregues realisht i funksionimit të besimit, është tregues i ndërtimit të duhur të besimit. Nëse njeriu për shembull ka besimit të shëndosh, imanit të shëndosh. Po imani nuk është ndëgjë, na kemi për shembull njerëz që mund të jenë edhe orientalist, kanë informata për besim më shumë se besimtarët. Apo edhe i dinë ato divergjenca. Po i dinë ato po nuk është iman, nuk është iman i gjallë, nuk është funksional. Apo nuk përkthehet në bind, nuk përkthehet në lëvizje. Prandaj ne kërkojmë jo vetëm informatë, jo vetëm me ditë. Po duke filluar nga pranimi deri te gjitha fazat e tjera që kërkohen të funksionalizohen në instalim të përfundimtarët kompletuar të besimit. Ne dimë për shembull dietarët kur kanë folur për kushte fjalës la ilaha illallah, që është baza e besimit. E para është dija, po edhe 6 të tjera. Shikoj edhe 6 procese të tjera janë për ta plotësuar fjalën la ilaha illallah si duhet në jetën e besimtarit. Kështu që të mbeturit në pozicion vetëm të dijes e të informatës, pa kaluar e procese të tjera, mendoj që është një ngecje problematike që e bën një besimtar të mangët. Çdo besimtar sa më tepër plotësohet në këto faza të kushteve të fjalës la ilaha illallah, deri në fazën përfundimtare, e të kompletohet me kushte kësaj fjale, u mendoj që do të bëhet i mangët, përsa nuk ecë në këto rregulla që dietarët i kanë përmendur, në këto hapa që i përmendën për ta kompletuar dhe për ta përkry procesin e instalimit të besimit si duhet në jetën e tij të përditshme, edhe në kuptim brendshëm, po në funksionimin e tij në aspektin e jashtëm. Po që nderuar në aspektin e këtij ndërtimi të personalitetit të besimtarit. Ju shpesh keni folja dhe madje keni edhe libër. Sa është e rëndësishme njohja e Allahut? Ne ndoshta në këtë botë me kaq shumë faktorë që ndikojnë në ndërtimin e njerëzit, e kemi anashkaluar nevojën që ne ta njohim Zotin tonë dhe pastaj ajo reflektohet edhe tek imani, tek bindja dhe me ato mangësitë që i ka. Muhamedi alayhi sallam kur ka përmend jo për ta lavdruar vetveten kuptim të dominimit, jo, po për tregu e përsinë e tij mbi njerëzit, me çka ka ndërtu? Ana a'lamukum billah. Unë një Zot më mirë se ju. Do njohja e Allahut është tregues i një formimi, i një ndërtimi të duhur, që
Tregon pjekurinë e një besimtari. Nga ana tjetër, njohja e Allahut xhalla xhelaluhu e shton dashni për Zotin. Dhe ku ka dashuri, sikur se ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, nuk ka rezerva për nështrim. Se sa më tepër e don, largon hamendësitë. Dashuria lufton hamendësitë. Ti kur e don djalin ton nuk hamendesh, a minimum, më njëherë jep. E gjitha këto bariera që i vjen hamendësia i lufton dashnia. Raporti, apo. Ti për nëse një për shkakun se tash prindi të ka vdek, apo nuk hamendosh tash a më dhon parë për me varru se më njerë sa duhet, apo kush ka eliminu këtë distancë që e kren hamendësia, dashnia. Ne ku ka dashni, s'ka hamendësi. Sa më të ka hamendësi, ka mungon dashnia, apo. Për shkakun tek e pa tek Abu Bekr radhiyallahu anhu, s'ka pas hamendësi, apo. Se e ka dash pejgamberi sa ngjitën. Don, s'ka pas hapësirë. Dashnia s'ka në hapësirë. Nuk ka liu hapësirë, po absolutisht. Dashnia e ka ngjit zemër me zemër. Prandaj edhe ka shku Kurajsh e kanë sfiduar, e kanë thonë Abu Bekr tash shukojt. Po, a ka thonë, u kryen punë. S'ka hamendje këtu. Nuk është hamendje ku ne pas na besuan me Allah, dhe mos helbet kom gabuar. U kryen punë. Ka marr fund. Andaj dashnia lërgon hamendësinë. Dashnia lërgon hamendësinë. Nga dobit e dashurisë që e ka pranë dietar është edhe, domethënë, e lehtëson nështrimin. Se nështrimi është i vështirë. Adhurimi ke pa, ti e bën, po e bën pak me një lloj përpjekje. Sa më shumë dashuri, përpjekja kalon në kënaqësi. Përpjekja nuk është mundmo, po është kënaqësi. Kush e bën dallimin mes përpjekjes që të jetë kënaqësi dhe të jetë mund, dashnia. Kur e don, kënaqesh. Nuk nin mund, absolutisht. E dashuria arrihet me njohjen e Allahut. Njohjen e Allahut azh. Sa më shumë e një e don. Dietarët e kanë përmend kush e njeh Allahun e don Allahun. Dhe jo që Allahun, vëllai nderuar, por Allahun tek unë është e dishme. Pejgamberi na ki mundsi me njoft mos me dash. S'mundesh mund, pa mundsh më. Pa mundsh më. Kush e njeh e don. E don, apo. Kush e njeh Allahun e don. Ai dashnia për Allahun është ajo që arrit krahasimet të parën që ceka në pjekurinë, në plotësimin. Pastaj njohja e Allahut hoqë nderuar na jep përgjigje për shumë shpjegime fetare. Shikoj për shembull Allahu i manduar të gjitha ajetet që përmbajnë në vetë mesazhet besimit ose mesazhet të nështrimit e të adhurimit i ka përfunduar me në emrin të Allahut të caktuar, apo Gafurur Rahim, Azizun Hakim, e kështu me radhë. Aja që për shembull që vetë një shembull se mblen ku me tregu. Shikoj për shembull Allahu flet për periudhën vendimtare të njeriu. Ku njeriu që aty e ka marrë kohjen e të gjithë në përsi. Cila është e periudhë kur e ka pranuar emanetin? Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an nahmilnaha wa ashfaqna minha. Ne kemi ofruar këtë amanet, këtë përgjegjësi kodrave, bjeshve, qiejve, tokës, kështu me radhë, refuzuan dhe pasën frikë. Fa hamala al-insan. Njeriu e ka marrë me supët e tij. Innahu kana zaluman jahula. Ai ka marrë, domthon po njeriu në raport me këtë amanet është i padrejt, është ignorant. Është interesant se në përfundim të surës Allahu ku flet në surën Ahzab, ku Allahu flet, domthon për njeriu dhe flet Allahu për vetveten. Tash kush e ka dhënë njeriu të amanetin? Allahu. Mirë, si e ka marrë njeriu këtë amanet? Me padrejsi, me mosnjohuri, me ignorancë. Nuk e ka trajtuar si duhet, apo? Mirë. Qasin e njeriu të padrejt ka shi emanetit, dhe me ignorancë, dhe me distancë, apo? Si e ka trajtuar Allahu xhallahu ala? Fundi është wa kana Allahu Ghafurur Rahim. Allah është falës më shërues. Për të treguar po se ju gjithmonë keni me pas mangësi, jo s'mund të jeni të kompletuar në aspektin e dijes, do të mjetën gjithmonë të prekur nga ignoranca, nga padrejtësia në kuptim të vetvetes në maspari, zullum me mëkate të tjera. Mirë po, inkurajimi juaj për të vazhduar tutje është njohja e Allahut se është falës mëshiruesi. Ne shikoj sa të inkurojnë Allahu xhallahu ala që të vazhdosh me bartën e manetit përkundër mangësive, përkundër dobësive, përkundër lëshimeve, përkundër rrëzimeve, ngritu dhe vazhdo tutje. Pendohu tek Allahu i manduar, pendohu dhe ec tutje. Ky inkurajim kaq i fuqishëm, kaq i rëndësishëm, pe kuburan njohja e Allahut. Shikoj Allahu përmend fund apo Gafurur Rahim, ai mëshirshëm. Se ka mund me konfundojë për shembull apo me emrat e Allahut që tregojnë për Aziz, tregojnë domon dënimin, e përsinë, fuqinë, po ka mund me kon. Jo.
ty të vini inkurajim, ty të vini përgdhelje, ama presëm për teje përpjekje. Po u përpjekje, kime gjetë rrugën dhe kime shpëtu dhe kime qeni falur për kundër mangësive dhe për kundër shqive që i kje në këtë rrugë. Shiko sot inkurajnë njohja Allah të barëtara. Pastaj njohja Allah t'jap shpjegime për shumë sene, na falen për shembull për origjinë, për krijimin. Emri Allah El Khaliq, krijuesi. Çka ka krijuar Allah i manduar? T'jap shpjegime shkencore. Shiko për shembull sa do të qartësoheshin shumë të paqarta në aspekte shkencore nëse për shembull do të studiojë emri Allah El Khaliq. Për shembull, emri Allah El Hakim, se ka urtësi gjithçka, nuk është e paqëllimt, ka urtësi, ka edhe Hakim kuptim të përsosmërisë. Andaj edhe sot efekt Kadir i gjithfuqishmi. Po, sa padrejtësit kishim e ranë tokë, sikur sa njerëzit jetojnë me emrin Allah El Qadir. Po, El Qadir. Andaj Allahu Azza wa Jall kur flet për padrejtësinë e burrit dhe gruas në dhunë familje, e përmendon Allah Aliyen Hakima. Nëse Allah është më i lartë, më i lartë se ti është. Nëse ti më i lartë se gruaja e dominon për shkak të forcës që ki, me ty është Allah i mënduar apo thon. Mane Allahu xhallahu do dominon e të kandur. Po ta kujton se ka dikush me ty që ka thon apo. Pastaj thot o fawqa kulli dhi ilmin alim, shkencëtar mos me kap arrogancë me dimallësia, kush të ka mësu Allahu se me çdo dikshëm është i dikshëm. Sikur se ka thonë Ibn Abbas radiallahu anhu koment, ka mbi çdo dikshëm është i mësuar që e ka mësu, e mbi gjithë ata është Allahu i gjithdijshëm. Andaj t'jap orientim, t'jap qetësi në jetën tonë, njohja e Allahut mënduar, pastaj edhe stimulon gjitha vlerat e tjera, sikur thash është bamirësia, është falja, pse më fal? Për ta falë Allahu ty apo. Shiko, pse më mëshiru? Mëshironi si mëshiron ai që është në qiell. Po. Falërimin mirënjohja që sot njerëzit janë duke vujt. Shiko, sot mungesa e mirënjohjes fatkeqësisht është një epidemi që ka përket njerëzit. Ankohen për shembull prindrit se fëmijët spion mirënjohës. Ankohet fëmia që prindi s'pash mirënjohës ndaj tij. Ankohet mësuesi, çdo stres e ka një ankesë për mungesë të mirënjohjes nga pala tjetër apo. Kush e stimulon? Te Allahu. Çka ka thënë pejgamberi sa? Me lemi shkurin nas, lemi shkurilla. Se ka kush nuk e falëron njerëzit, nuk ka mundësi të jetë ndaj Allahut të ndërues. E një Allahu si e shekur se ai është që meriton falërimin. Andaj kjo të edukon që ti jesh ndaj Allahut, pastaj ndaj njerëzve falëndërues. E shumë tjera me shembuj me shumë të pafund që domthon njohja Allahu xhallahu ala realisht është një burim i pashtershëm edhe i informimit, edhe i edukimit, edhe i inkurajimit, edhe i paqes, edhe i tërë asaj që njerëzit sot kanë patjetër, që njerëzit kanë nevojë për jetën e tyre në këtë botë edhe në botën tjetër.